Dietarët kanë përmendur se shtirje ose tekelluf është kur ti, pa qenë kompetent, merr mundin që përgjigjesh në çështje që thjesht nuk ke njohuri për to. Sahabiu nderuar Abdullah ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, si qëndron në Sahihun e Buhariut, ka thënë: nëse keni dije për ndonjë gjë, atëherë përgjigjuni. E nëse nuk keni dije, atëherë thuani Allahu e di më së miri. Pastaj ky sahabi nderuar ka përmendur ajetin kuranor që ne veç e lexuam, në cilin Allahu ka thënë: Kul ma es'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin. Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush kompenzim material, dhe unë nuk jam prej mutekellifineve, pra prej atyre që shtiren. Ibn Mesudi ka thënë: mos jepni përgjigje për gjërat që nuk i dini, nga se Allahu i ka thënë kësaj të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam që të shfaqesh ashtu siç je. Nga kjo dietarët kanë ardhur në përfundim se mënyrë imazh i tekellufit është kur përgjigjesh për gjëra që nuk je kompetent. Pra merr përsipër ato punë, ato gjëra që nuk të përkasin dhe nuk janë për ty. Tekellufi nënkupton që të bësh pyetje për gjëra që janë të panevojshme, për gjëra që nëse thellohesh së tepër me to, mund të shfaqet mungesa njohurive, ose mund që të pasoj pastaj ndonjë normë juridike, siç edhe do të përmendim më vonë. Është përmendur se në një prej udhëtimeve Omeri radiallahu anhu kishte qenë me sahabiun tjetër, me Amrin, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, dhe rrugës duke kaluar, Amri e kishte pyetur dikë që kishte pasur një pellg me ujë, nëse në këtë pellg kishin pirë edhe egërsirat. Omeri radiallahu anhu kishte thënë që të mos i përgjigjej, nga se nuk ka pse të përgjigjet në këtë çështje. Dietarët kanë dhënë shpjegime të ndryshme sa i përket kësaj. Ajo që është shumë e rëndësishme pjesë e tekellufit është që ne të mos merremi me gjëra që janë të panevojshme. Pjesë e tekellufit është kur ne ndonjëherë dalim edhe jashtë mundësive tona materiale. Për shembull, duam që të presim mysafir dhe duam që mysafirëve t'ju bëjmë një gosit teje të madhe, ndërsa nuk e kemi mundësitë materiale për një gjë të tillë. Në këtë rast, ne ngarkojmë veten me çfarë nuk kemi mundësi, dhe siç ka ardhur në hadith të saktë, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: nuhina anit tekelluf, neve na është ndaluar tekellufi, pra ta ngarkojmë veten tonë për te mundësive që kemi.